Nxënësit dhe mësuesit e shkollave në fshatrat e Bashkisë Kukës kanë mbetur pa mjetet e nevojshme të transportit këtë të hënë. Shërbimi i transportit është pezulluar pasi ka përfunduar kontrata e firmës që ofronte këtë shërbim. Sipas përfaqësuesit të kompanisë, Fatmir Halilaj, kontrata nuk është përfshirë në tenderin e ri për shkak të mënyrës së gabuar të kategorizimit të rrugëve nga Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar Lezhë. Po mu ka marru kontrata. Ato kanë hedhë datën e tendrit, unë s'jam fut në tendër, i kanë cilësuar rrugë gjitha kategori parë. Rrugë jashtë cilësie komplet. Unë i kam shkatërru makinat, më atë llojçmime më bën allogëri, nuk kam hesapin me dal fare. Përballë kësaj situate, mësuesit kërkojnë rivendosjen e transportit të organizuar, pasi udhëtimi me automjete private është ekonomikisht i papërballueshëm dhe i rrezikshëm për shkak të infrastrukturës së keqe. Jam mësues në Topojan, bileta për vajt në punë atje është 5.000 lekë, vajtja vetëm njëra rrugë. Imagjinoj, unë kam ngelur vetëm sepse kolekt janë bërë bashkë kanik. Unë se lëviz do të makinën i vetëm me 5.000 lekë, makina harxhon 40.000 lekë me shku vajtja ardhi. Imagjinoj tani se si kemi ngelur. Me 1.200 lekë na rimburson shteti. Unë jam i detyruar të bojkotoj sot, mos marr ditën e punës. Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar Lezhë ka konsideruar rrugët e zonave të thella si rrugë të kategorisë së parë me asfalt, ndonse në realitet ato janë në gjendje të rëndë, të paasfaltuara dhe me terren të vështirë.